Seanca e djeshme është historike. Është historike. Edi Rama mund ta censurojë këtu me mediat e tij të mëdha, po ajo rezonon fuqishëm në Europë dhe në botë. Në këtë seancë, parlamentarët qëndruan fuqishëm në anën e qytetarëve shqiptarë që kanë humur të drejtë një procesi të dur ligjor. Rezonoi në të katër anët e parlamentit stoku i dosjeve për 150.000 dhe disa dhëna të tjera me faktojnë që të gjithë nivelin e sistemit janë shumë në tepër. Janë shumë në tepër se 150.000. Shka për ata të nderuar zotëri, nënkupton se Shqipëria ka drejtësi të munguar. Qytetarë shqiptarë janë qytetarë me drejtësi të munguar. Dhe s'do mund t'ja u fsheh kush më këte. Asë kush s'mund t'a fsheh këte. Parlamenti Europian qëndroi në anën e qytetarëve shqiptarë. S'do mund t'ja u fsheh kush më. Dështimin spektakular, duke u mohuar shqiptarëve të drejtën e një procesi ligjor me reformën e George Sorosit. Kjo është shpresë e madhe për një mbështetje të fuqishme të këtyre institucioneve për reformën dhe për të dhënë përgjigje sa më të shpejtë kësaj gjendje katastrofale që lidhet me të drejtën e shqiptarëve për të patur një proces ligjor. Unë u them se nuk me asgjë s'mund të mashtrohet ky fakt. Është pesfishuar. Të mbrosh të reformë është një lloj, si të thuash, qytetarë shqiptarë nuk meritojnë drejtësinë, po këtë s'mund ta thot askush. Në burgjet shqiptare është një katastrofë vërtet, dhe kjo pasojë e kësaj reforme dhe karakterit policesk. Këto u denoncuan fuqishëm në Europë. Qytetarë shqiptarë duhet ta dinë se 1/3 të burgosëve janë plotësisht të pafajshëm, pa asnjë akuzë. Se mbi 2/3 të tyre janë të padenuar për definicion të pafajshëm. Për definicion të pafajshëm. Dhe se norme standarde të tilla nuk kanë ekzistuar as diktaturën më të zezë staliste në Shqipëri. Jo. Nuk mbaheshin në këtë mënyrë. Ky rekord është i ndërmjetësit në botë. Ndihem shumë mirënjohës ndaj të gjitha atyre të cilët reaguan në Strasburg dhe Bruksel ndaj kësaj situate katastrofale të lirive të drejtave themelore të qytetarëve shqiptarë. Në Bruksel u denoncua me zë të lartë mos respektimi shkelja vendimit të gjykatës kushtetuese si një gjë pa konceptueshme. Si një gjë e cila nënkupton asgjësim në shtetit ligjor. Në qoftë se vendimet e gjykatës më madhore të vendit nuk zbatohen,
Kjo në një farë mënyrë për bën një grup shteti, ku kreu padrino i Shqipërisë ka marrë gjitha pushtetet dhe ato të gjykatës kushtetuese. Kjo ishte një habi, por opozita ka bërë punën e saj. Ka bërë punën e saj. Dhe këto dy ngjarje madhore ndodhin pas 3 rezolutave të mëdha ndërkombëtare, të cilat, si të thuash, u komentuan si janë partjake, o mos harroni, se janë partitë që qeverisin botën në ato rezoluta. Dhe ja ku janë tani institucionet që dominojnë, janë partitë që dominojnë në këto institucionet cilat organizuan këto ngjarje madhore për Shqipërinë.